është një thënie mjaft e bukur e cila thot i riu mund të ecë më shpejt, mirë po të vjetrit e din më mirë rrugën. Kjo kur ta shikojsh është me të vërtet një fjalë shumë e thellë. Është e vërtet që të rinjët mund të ecën më shpejt dhe të rinjët kanë fuqi më shumë, kanë energji më shumë, mirë po pleqt e din rrugën më mirë. Dhe në fund rezultati del që pleqt arrin shumë më shpejt të caku se sa të rinjt. Pse? Se i riu e ka bën rrugën. Me atë euforinë e vetë dhe me nxitimin e tij e ka bën rrugën. Dhe si rezultat futet në për rrugë që s'kan dalje. Apo nga njëherë futet edhe në rreziqe. Kurse të moshuarit, të vjetrit, ata kanë pas përvojë të gjatë në jetë. Dhe si rrjedhoj, din me shkurtu vetës rrugën. Din ku me ecë e ku me ngecë. Për këtë arsye profeti alayhis salatu wasalam thot el barakatu ma akabirikum. Bereqeti është me të mëdhajt tuaj. Pra të mëdhajt në moshe dhe në dije. Pra këtu nuk bëhet fjala për çdo lloj plaku. Ai plak që është rrit në mëkat ndaj Allahut, ose si që kemi disa komunistat ma të fosur, nuk bëhet fjala për ta, për është fjala për ata pleq që janë rrit me fisnikëri, me ndershmëri, me adhurim ndaj Allahut, me mbajtje e lirë parafisnore, e me bamirësie, me pritjet musafirëve, e kështu me radhë. Këta pleq me të vërtet e kanë mendjen shumë të zhvilluar dhe mund ta tregojnë rrugën. E çka është puna nëse janë dietar? Prandaj shumë të rinj kanë deviju rrugën në dy aspekte. Disa kanë deviju në aspektin e dhënies pas epsheve, pas qefeve, pas dëshirave, siç është alkooli, prostitucioni, droga, hajnia, vrasjet, sharjet e fjalët e dyta kështu me radhë. Ose kanë deviju në aspektin e fetarisë së gabuar, siç janë ekstremistat fetar që ne i quajmë havareq, tekfirista, për arsye që nuk i kanë dëgjuar plesht, pra dietarët e mëdhaj të islamit, të cilët prej vazhlisë e kanë mësuar Kur'anin dhe gjithë jetën e tyre e kanë çuar me libra. Pastaj këta të rinj mendojnë që dinë më mirë se ata. Dhe për këtë arsye kanë deviju. Pra devimi që shendet ne nuk e mohojmë që ka ekstremista në fen islame, ashtu si ka në çdo fe, ka ekstremista dhe profeti alayhis salatu wasalam ka paralajmëruar prej tyre. Mirë po arsyeja është kjo, që nuk e kanë ndjek rrugën e pleqve të islamit. Njerëzit mëdhaj në dije dhe në moshë. Prandaj mos harroni këtë thënie. I riu mund të ecë më shpejt, mirë po plaku e din më mirë rrugën.